Idhulli gjigant Baal, më shumë se 15 metra i lartë, i errët dhe i frikshëm, kohë kur arabët dhe izraelitët i binin atij për qindra vjet. Në ato ditë, Allahu zgjodhi Iliasin. Ai u bë makthi më i madh i mbretit dhe mbretëreshës adhuruese të idhujve. Me mrekullitë e tij, ai do të përhapte besimin dhe do t'i thërriste njerëzit drejt së vërtetës. Pastaj, qielli u hap dhe fatkesi të ranë njëra pas tjetrës. Insekte që hanin tokën, sëmundje të frikshme, një kohë gjatë pa shi që i bëri njerëzit të humbnin shpresë. Së fundmi, Iliasi u ndal para mbretit, në maj të malit, para të gjithë njerëzve. Në fund, një zjarr i frikshëm do të binte nga qielli. Iliasi do të hidhe në një kal me flak që zbriti nga qiejt dhe do të ngrihej lart drejt qiellit. Sekretet më të misterioze të historisë janë këtu, në këtë video. Ne vazhdojmë serinë tonë të tregimeve të profetëve, të mbledhura nga ajat, hadithe dhe tefsire. Ju po shikoni, kështu që të mos humbni pjesët e ardhshme të serisë. Nëse jeni gati, le të fillojmë. Iliasi alayhi salam është një nga profetët e dërguar të bijtë e Izraelit. Emri i tij përmendet në Kur'an në 2 vende. Në surën Enam, ajeti 85, ai renditet bashkë me profetët e tjerë, dhe në surën Safat, ku tregohet se si ai ndaloi njerëzit e tij nga adhurimi i idhullit Baal. Në Teurat, Dhjatën e Vjetër, historia e tij gjendet me hollësi në librat e mbretërve të parë dhe të dytë, ku ai quhet Elijah. Pas dërgimit të Musait alayhi salam, bijtë e Izraelit filluan të harronin ose të ndryshonin ligjet e Teuratit. Kështu Allahu vazhdoi të dërgonte profet për t'i kthyer ata në rrugën e drejtë. Sa herë që ata devijoheshin, profetët i thërrisnin drejt së vërtetës. Në atë kohë, bijtë e Izraelit ishin përhapur në Siri, pasi Yusha bin Nun alayhi salam e kishte çliruar Sirin dhe ata ishin vendosur atje. Ndër profetët e dërguar të bijtë e Izraelit, disa nuk ishin vetëm udhëheqës fetar, por edhe sundues të mëdhenj dhe udhëheqës politik. Për shembull, Daudi alayhi salam njihet si për mbretërinë e tij ashtu edhe për Zaburin, ndërsa Sulejmani alayhi salam kujtohet për pasurinë e tij të madhe dhe fuqinë e gjerë. Gjatë kohës tyre, bijtë e Izraelit përjetuan ditët e tyre më të ndritura, politikisht, ushtarakisht dhe ekonomikisht. Gjithashtu Musai dhe Haruni, paqja qoftë mbi ta, edhe pse nuk u ulën në thron, çliruan popullin e tyre nga shtypja e faraonit, riorganizuan bijtë e Izraelit dhe dhan udhëheqësie të madhe si në fe, ashtu edhe në qeverisje. Ky grupi i parë i profetëve nuk ishin vetëm të dërguar të Allahut, por edhe udhëheqës të fortë që udhëhoqën popullin e tyre politikisht dhe ushtarakisht. Në grupin e dytë, kishte profet që nuk kishin mbretëri ato pushtet të kësaj bote, por vetëm u fokusuan në detyrën e transmetimit të vërtetës. Ata nuk mbanin thron apo sundim politik, por misioni i tyre i vetëm ishte të përhapnin të vërtetën. Ndërta janë Zekaria, Jahja, Isa dhe Iliasi, paqja qoftë mbi ta. Ata të gjithë jetuan jetë modeste, qëndruan mes njerëzve dhe i thërrisnin ata drejt rrugës së Allahut. Forca e tyre nuk vinte nga mbretëria apo pushteti, por nga përkushtimi i tyre ndaj Allahut. Iliasi alayhi salam përmendet në 2 sure të ndryshme të Kuranit. Ne udhëhoqëm Zakarian, Jahjan, Isan dhe Iliasin. Të gjithë ishin nga të drejtët. Në surën Safat, pas tregimeve të Musait dhe Harunit, paqja qoftë mbi ta, përmendet dialogu ndërmjet Iliasit alayhi salam dhe popullit të tij. Allahu i lartësuar thot për Iliasin, paqja qoftë mbi të. Sigurisht që Iliasi ishte një nga të dërguarit. Kur ai i tha popullit të tij, a nuk i friksoheni Allahut? A i luteni Baalit dhe lini krijuesin më të mirë, Allahun, Zotin tuaj dhe Zotin e paraardhësve tuaj. Ata e mohuan atë, kështu që ata do të sillen para zjarit, përveç robërve të zgjedhur të Allahut. Dhe ne lëm për të një emër të mirë ndër brezat e mëvonshëm. Paqe qoftë mbi Iliasin, kështu i shpërblejmë ata që bëjnë mirë. Vërtet, ai ishte një nga robërit tanë besimtar. Ky ajet tregon se Iliasi, paqja qoftë mbi të, nuk ishte një figurë mitike, siç tregohet nga hebrejt dhe krishterët, por një profet i Allahut si profetët e tjerë. Në Sahih Buharin,
një kapitull i veçantë i kushtohet Iliasit. Disa dietar thanë se fjala Yasin në Kur'an tregon te populli i Iliasit. Disa bën këtë interpretim, por nuk është e sigurt. Një grup dietarësh islamik besuan se Yasini mund të jetë një thirrje vet Iliasit dhe populli i tij u quajt populli i Yasinit. Raportohet se Iliasi u dërgua te bijtë e Izraelit pas Hizekielit. Hizekieli gjithashtu përmendet: "A nuk i ke parë ata që dolën nga shtëpitë e tyre me mira, duke u friksuar nga vdekja? Allahu u tha atyre: vdisni, pastaj ai u dha atyre jetën përsëri. Vërtet, Allahu është plot mirësi ndaj njerëzve, por shumica e njerëzve nuk japin falënderime." Bakara 243. Mbreti i Bajn Bekut fillimisht besoi te profeti Hizekieli, pastaj ndoqi rrugën e Iliasit, paqja qoftë mbi të, dhe vazhdoi të besonte në Allah. Ai fliste fjalë të mira dhe vepronte me mirësi, por kur disa rregullime shkuan kundër interesave të tij, ai u largua nga feja dhe filloi të luftonte kundër Iliasit, paqja qoftë mbi të. Mbreti ndërtoi një idhull të madh, rreth 10 metra të lartë, të quajtur Baal, të bën nga ar i pastër, dhe detyroi njerëzit të adhuronin atë. Iliasi, paqja qoftë mbi të, i tha popullit të tij: "Ndaloni sa adhuruari idhullin Baal, besoni në Allahun, krijuesin e çdo gjëje, dhe adhuroni vetëm atë." Kjo e bëri mbretin shumë të zemëruar. Ai filloi të planifikonte vrasjen e Iliasit, paqja qoftë mbi të, dhe urdhëroi njerëzit e tij ta kapnin atë. Duke dëgjuar këtë, Iliasi, paqja qoftë mbi të, u arratis nga mizeria e mbretit. Ai qëndroi 7 vjet në male dhe më pas në fshatra dhe zona rurale. Ai jetonte me bimë, barishte dhe fruta. Mbreti dërgoi njerëzit e tij për ta gjetur, por Allahu e mbrojti Iliasin dhe askush nuk mund ta kapte. Gjatë kësaj kohe, Iliasi, paqja qoftë mbi të, ndonjëherë vizitonte fshatra dhe i ftonte njerëzit atje të besonin në Allah. Disa prej tyre e pranuan thirrjen e tij dhe e ftuan të qëndronte me ta si mysafir. Një ditë, Iliasi shkoi në një shtëpi për të folur me besimtarët. Njerëzit ishin mbledhur atje. Pronarja e shtëpisë ishte nëna e Eliasës. Në atë kohë, Eliasa ishte fëmijë dhe vuante nga shumë sëmundje. Nëna e tij i tha Iliasit: "Fëmia im është sëmur dhe gjendja e tij është shumë e serioze. Ti dukesh si një njeri i bekuar, a do të lutesh për të?" Iliasi, paqja qoftë mbi të, fali 2 rekate dhe i kërkoi Allahut t'i jepte shërim fëmijës. Djali u shërua. Pas kësaj, Eliasa besoi te Iliasi në moshë të gje dhe pranoi profecinë e tij. Që atëherë, ai nuk e la Iliasin, paqja qoftë mbi të. Ai mësoi të vraten prej tij. Në fund, ai la kujtime të mira pas vetes dhe u kthye te Zoti i tij, duke marrë mëshirë dhe nder hynor. Eliasa gjithashtu qëndroi pranë Iliasit. Bashk u fshehën nga sundimtari i Baalbekut në malin Kasiun, pranë Damaskut të sotëm. Më vonë shkuan bashk në qytetin e Baalbekut. Kudo që shkonte Iliasi, Eliasa ecte gjithmonë në rrugën e shpalljes. Në atë kohë, bijtë e Izraelit ishin në një kohë kryengritjeje. Ata vranë profet, ndryshuan te vratin dhe refuzuan urdhrat e Allahut. Për shkak të kësaj, Iliasi, paqja qoftë mbi të, i u lut Zotit të tij: "O Allah, bijtë e Izraelit janë larguar prej teje. Ata filluan të adhurojnë idhuj në vend të teje. Ti u dhe atyre bekime, kopshte dhe thesare, por ata nuk i meritojnë ato. Ndrysho këto bekime." Allahu i plot fuqishëm i u përgjigj: "Unë e kam vendosur ushqimin e tyre në dorën tënde. Ata nuk mund të hanë pa vullnetin tënd." Kështu, Iliasi, paqja qoftë mbi të, tha: "Zoti im, nëse e ke lënë këtë çështje në dorën time, atëherë mos lejo që të bjerë shi për 3 vjet." Si rezultat i kësaj lutjeje, bijtë e Izraelit u goditën nga thatësira dhe uria. Kafshët e tyre vdiqën, madje edhe krijesat e vogla shkatroheshin. Fatkeqësitë dhe vështirësitë ranë mbi ta njëra pas tjetrës. Së fundi ata kuptuan të vërtetën dhe e kuptuan mesazhin e Iliasit. Iliasi, paqja qoftë mbi të, erdhi tek ata dhe tha: "Ju jeni shkatruar nga thatësira dhe vështirësia. Kafshët e egra, ujqit, shpendët, insektet dhe pemët kanë shkatruar të gjitha për shkak të mëkateve tuaja. Allahu ka shfaqur zemrimin e tij sepse ju adhuroni idhuj dhe ai e ka ndaluar shiun tuaj. Nëse doni të dini të vërtetën e fjalëve të mia, unë kam një sugjerim.
Lutuni idhujve që ju adhuroni dhe kërkojeni atyre ta heqin këtë thatësire nga ju. Nëse ata u përgjigjen lutjeve tuaja dhe dërgojnë shi, atëhere do ta dini se rruga juaj është e vërtetë. Por nëse nuk e bëjnë, atëhere do të kuptoni se jeni gabim dhe duhet të ktheheni tek Allahu. Duke dëgjuar këtë, bijtë e Izraelit thanë: "Ke qenë i drejtë." Ata ranë dakord dhe shpejt sollën idhujt e tyre. Ata u lutën dhe u përgjigjeshin vazhdimisht, por asgjë nuk ndodhi. Pastaj Iliasi, paqja qoftë mbi të, pyeti: "A ju dha idhujt tuaj ndonjë gjë?" Ata u përgjigjen: "Jo, ti lute Allahun për ne." Iliasi tha: "Mirë." Ai ju lut Allahut të hiqte fatkeqësinë dhe të sillte shi. Menjëherë, një re u ngrit nga deti si një mburoj. Lëvizi mbi ta dhe filluan të binin pika të rënda shiu. Shiu u forcua derisa Allahu i shpëtoi ata nga thatësira. Toka e djegur u bë përsëri e gjelbër dhe problemi u ngrit. Në një raport tjetër, Iliasi shkoi tek mbreti i Baalbekut dhe i tregoi me urdhrin e Allahut se uria kishte ardhur për shkak të kryengritjes së popullit të tij. Mbreti i dha Iliasit, paqja qoftë mbi të, një mundësi të provonte të vërtetën dhe propozoi një sfidë. Priftërinjtë e Rem të Baalit do të ofronin një sakrificë për Zotin e tyre dhe Iliasi, paqja qoftë mbi të, do të ofronte sakrificën për Allahun. Kush do të dërgonte zjarr nga qielli që të diqte ofertën, ai do të ishte Zoti i vërtet. Të gjithë e pranuan. Priftërinjtë e Rem të Baalit u mblodhen në malin Karmel. Nga mëngjesi deri në mesditë ata lypën, por as zjarr nuk erdhi nga qielli. Pastaj Iliasi, paqja qoftë mbi të, vendosi sakrificën e tij dhe menjëherë një rufe ra nga qielli dhe e dogji atë. Kur njerëzit e panë këtë, ata ranë në sejdë. Të vërteta ishte e qartë. Por edhe pas kësaj, bijtë e Izraelit nuk ndaluan adhurimin e idhujve apo besuan në Allah. Ata vazhduan në mëkatet e tyre. Idhujtarët që adhuronin Baalin vazhdonin të refuzonin të vërtetën, edhe pse Iliasi, paqja qoftë mbi të, i këshillonte vazhdimisht. Së fundi me urdhrin e Allahut, Iliasit i urdhërua të linte ata. Kjo ishte shenjë se dënime më të mëdha do të vinin shpejt mbi ta. Allahu i lartësuar thot: "Ata e mohuan Iliasin, kështu që të gjithë do të sillen para zjarrit, përveç robëve të sinqertë të Allahut." Shumica e historianëve dhe mufasirëve, komentuesit, thonë se Iliasi u dërguar për të udhëhequr popullin e Sirisë dhe se qyteti i famshëm Baalbek ishte qendra e thirrjes së tij. Populli i tij e la Allahun dhe vazhdoi të adhuronte idhullin Baal. Pas disa dënimeve, ata ndaluan për një kohë, por pastaj u kthyen përsëri te adhullimi i idhujve. Baali konsiderohej si një nga zotat më të dashur dhe të shenjtë ndër fiset semite në lindje dhe ndër grupet arabe. Ky idhull mendohej të ishte burri i dy yjeve femra, Shai dhe Brahaspati. Fenikacit, Kananitët, Moabitët dhe Madianitët e adhuronin shumë këtë idhull. Në fakt, gjatë kohës së Musait, paqja qoftë mbi të, Moabitët dhe Madianitët ishin gjithashtu të njohur si adhurues të Baalit. Shuaibi, paqja qoftë mbi të, u dërguar te populli i Madianit për t'i ndaluar nga adhurimi i Baalit. Disa historian thonë gjithashtu se ndër arabët, idhulli Hubal ishte një emër tjetër për Baalin. Besimi në madhështinë dhe fuqinë e Baalit qoi në dhënien e emrave të ndryshëm. Në Tevrat, Baali quhet Baal Berith dhe Baal Peor. Të tjerë e quanin atë Baal Jabur. Kaldejt e quanin Bel, ndërsa grupe të tjera përdornin emra si Bilis ose Baalis. Sipas fjalorit të Kuranit, fjala Baal në gjuhët semite dhe hebraike do të thot Zot, Mester, Pronar ose Furnizues. Ndër arabët, e njëjta fjalë përdorej gjithashtu për të kuptuar burr, por kur u përdor me Al ose u bashkua me fjalë të tjera, u bë një emër i veçantë për Zotin në Izrael dhe shumë rajone të lindjes. Festa të mëdha mbaheshin për Baalin, bëheshin sakrifika dhe ndërtoheshin tempuj dhe altar të mëdhenj. Priftërinjtë hebrejnë digjnin temjan për të, ofertonin vajra dhe ndonjëherë bënin edhe flijime njerëzore.
Vet idhulti ishte bërë prej ari, 20 kubit i lartë dhe kishte 4 fytyra. 400 priftërinj ishin caktuar për ta shërbyer atë. Gjatë kohës së Iliasit, paqja qoftë mbi të, ky idhull ishte më i adhuruari në Yemen dhe Siri. Populli i tij, edhe duke adhuruar idhuj të tjerë, i jepte rëndësinë më të madhe Baalit. Allahu i dha Iliasit, paqja qoftë mbi të, misionin e shpëtimit të bijve të Izraelit nga shirku dhe thirrjes së tyre përsëri tek teuhidi. Por siç ndodhi me shumë profet, ai u përball me kundërshtim të fortë nga populli i tij. Vetëm një numër i vogël njerëzish të drejtë pranoi thirrjen e tij, ndërsa të tjerët e refuzuan dhe e quajtën gënjeshtar. Pastaj, ndëshkimi i Allahut ra mbi ta. Kur Iliasi, paqja qoftë mbi të, e sihte Azrailin, ëngjëllin e vdekjes, u drodh nga frika. Azraili, paqja qoftë mbi të, e pyeti: "O profeti i Allahut, a ke frikë nga vdekja?" Iliasi, paqja qoftë mbi të, u përgjigj: "Jo, nuk kam frikë nga vetë vdekja. Jam i trishtuar sepse do ta lë këtë jetë të kësaj bote." Ai vazhdoi: "Në këtë botë, unë po e adhuroja Zotin tim, po i thirrnia njerëzit për të mirë, i ndalonia nga e keqja, jetonia me karakter të mirë dhe kalonia kohën time në adhurim dhe vepra të drejta. Kjo më jepte paqe dhe gëzim. Jam i trishtuar sepse kur të vdes, nuk do të gëzoj më këto bekime dhe do të qëndroj në varr deri në ditën e gjykimit." Në raportin e dytë, Allahu i tha Iliasit, paqja qoftë mbi të: "Shko në vendin e tillë dhe prit atje. Në ditën e tillë, një krijesë e veçantë do të vijë tek ti. Ajo do të duket si kal, duke shkëlqyer si rrufeja dhe duke djegur si zjarri. Mos ki frikë prej saj, por hidhu mbi të." Kështu, Iliasi a.s. shkoi dhe priti në atë vend. Eliasa a.s. ishte gjithashtu me të. Pastaj, një krijesë në formën e një kali, duke shkëlqyer me zjarr, erdhi dhe u ndal para tij. Iliasi a.s. u hipën mbi të. Ndërsa po largohej, Iliasi a.s. bërtiti: "O Eliasa, o Eliasa, ku po shkon dhe çfarë më urdhëron të bëj?" Iliasi a.s. u përgjigj: "Prit, Allahu do të dërgoj shpallje. Kur të vijë Gjibrili, nuk do të kesh më nevojë për mësues." Pastaj, Iliasi a.s. u bart mbi këtë kal drejt malit Kasiun në Damask. Ndërsa fluturonte me kalin me flak, ai hodhi poshtë mantelin e tij, shtratin e lutjes poshtë te Eliasa a.s. Kjo do të thoshte: "Unë të lë si pasardhësin tim mbi bijtë e Izraelit." Pas kësaj, Allahu i dha Iliasit a.s. krah, e veshi me dritë dhe i hoqi nevojën për ushqim dhe pije. Ai u ngrit në një grad të veçantë ku mund të ishte i pranishëm në shumë vende njëherësh. Pas marrjes së Iliasit a.s., Eliasa a.s. mbeti në vendin e tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam rrëfeu se pas vdekjes së Iliasit a.s., bijtë e Izraelit ranë përsëri në korrupsion, mëkate, adhurim idhujsh dhe risi. Pastaj Iliasi a.s. u dërgua si profet tek ata. Ai jetoi mes popullit të tij sa deshi Allahu, duke i thirrur ata tek Allahu, duke ndjekur rrugën dhe ligjin e Iliasit a.s. Gjatë kohës së profetit Elia a.s., bijtë e Izraelit filluan të luftonin mes veti se kush duhet të udhëheqë shtetin. Ata nuk dëgjuan paralajmërimet e Eliasit a.s. dhe ranë në konflikt dhe ndarje. Ata gjithashtu nuk ndaluan adhurimin e idhujve. Kështu, Allahu dërgoi mbretërinë asiriane kundër popullit të Balbekut dhe bijve të Izraelit, të cilët ishin armiq të Eliasit a.s. Për shkak të veprimeve të tyre të këqija, ata u lanë pa mëshirë. Asirianët i mundën ata, dhe ata u bën të poshtëruar dhe të thyer. Allahu i ndëshkoi dhe ata humbën fuqinë e tyre dhe nuk dinin ku ta arratisnin. Pas Iliasit a.s., në kohën e Eliasit a.s., trupat e mëkatarëve arrogant u lanë në hapësirë të hapur derisa kockat e tyre u kalëmb dhe mishi i tyre u zhbërthye. Askush nuk i marroste ata. Kur fiset u shkatruan, u mundën nga armiqtë e tyre, u dëbuan nga shtëpitë e tyre
dhe u detyruan të jetonin në shkretëtirë si endaçak, vetëm atëherë u kthyen tek profeti i tyre, besuan përsëri dhe ndoqën urdhrat e tij. Sipas Atabarit, pas kohës së Eliasit a.s., bijtë e Izraelit u larguan përsëri nga e vërteta dhe madje vranë disa nga profetët që erdhën pas tij. Për këtë arsye, Allahu vendosi mbi të sundues shtypës që i dëmtuan dhe u derdhën gjakun. Iliasi a.s. kreu shumë mrekulli. Ai e mbështeti popullin e tij gjatë luftrave dhe kohëve të vështira. Ai u lut për një grua që nuk kishte fëmijë dhe me lejen e Allahut ajo lindi një fëmijë. Ai u lut për një fëmijë të vdekur dhe Allahu e solli përsëri në jetë. Ai bëri shumë njerëz të ngopur me vetëm një sasi të vogël ushqimi. Mrekullitë tjera ishin shërimi i një njeriu me lebroz dhe bërja e një sapatre hekurit të notonte oberuj. Në qytetin e Irith, uji i pishëm kishte bërë i hidhur dhe njerëzit vrapuan te Elia a.s. dhe kërkuan ndihmë. Ai vendosi një copë krip në ujë dhe tha: "Bëhu i ëmbël me lejen e Allahut." Uji u bë i freskët dhe madje edhe më i mirë se para. Një herë tjetër, një eve e varfër erdhi te Elia a.s. dhe i tregoi për varfërinë e saj. Ai e pyeti: "Çfarë keni në shtëpinë tuaj?" Ajo u përgjigj: "Vetëm një grusht vaj." Iliasi a.s. tha: "Shko, vënde atë vaj në një enë." Kur ajo bëri atë që ai tha, ajo zbuloi se të gjitha enët e saj u mbushën me vaj. Me këtë mrekulli ajo pagoi të gjitha borxhet e saj dhe ende vaji i saj nuk mbaroi. Tani do të tregojmë një histori rrënqethse rreth varrezave të profetëve Elia dhe Zulkiflit, paqja qoftë mbi ta. Kjo ishte hera e parë në historinë e botës, pa shembull, që ndodhi një ngjarje e tillë. Ndodhi në Diyarbakir, në rrethin e Aleit, në një luginë mes dy maleve, ku u gjetën varrezat e këtyre dy profetëve, emrat e të cilëve përmenden në Kur'an. Në vitin 1995, kur u planifikua ndërtimi i një dige atje, u formua një komitet i veçantë i 6 burrave të besuar në Turqi për të lëvizur varrezat e profetëve. Ky komitet betoi të mos fliste rreth hapjes së varrezave apo marrjes së trupave të bekuar derisa detyra të përfundonte. Arsyeja ishte se nëse njerëzit e kishin dëgjuar, do të kishte një turm të madhe dhe kaos. Për sigurinë e ngjarjes, 6 burrat, të cilët ishin udhëheqës të respektuar dhe dietar islamik, betuan të mbeteshin të heshtur. Betimi i tyre ishte i vlefshëm deri në hapjen e varrezave, heqjen e trupave të bekuar dhe rihulumtimin e tyre në një vend të ri. Pas kësaj, atyre ju lejua të tregonin historinë. Kështu, ky komitet i betuar kreu diçka unike në histori. Për të parandaluar varrezat e tyre nga mbytja nën ujërat e digës, varrezat e profetit Zulkiflit dhe profetit Eliasit, paqja qoftë mbi ta, u hapën. Varrezat e këtyre dy profetëve, të cilët jetuan rreth 3000 vjet më parë, u hapën dhe u zhvendosën. Një nga dietarët e mëdhenj islamik, Mulla Omer Halkan, ishte pranishëm gjatë hapjes dhe transferimit të trupave të bekuar. Një vit më vonë, Mulla Omer Halkan dha një deklarat për një gazetë kombëtare. Fjalët e tij ishin: "Unë personalisht pash trupat e bekuar të dyve profetëve, i preka me duart e mia, i preka këmbët e poshtme, stomakun, gjoksin dhe kokat e tyre të bekuara. Ishin të butë, ashtu si një person që fle. Flokët e bekuara të profetit Elia a.s. ishin jashtë qefinit. Flokët e tij nuk ishin as plotësisht të zinj, as plotësisht të bardhë. Nga respekt, dashuri dhe turp para nderit të tyre, me kujdes, i vendosëm flokët e bekuara brenda qefinit, duke recituar salavate dhe tekbir. Pastaj, i ngritëm trupat e tyre të bekuar dhe i vendosëm në arkovole. I dërguam në një vend të lartë të quajtur Kodra Nebi Harun, ku i varrosën përsëri. Gjatë lëvizjes së varrezave, komiteti raportoi një ngjarje tjetër të çuditshme. Ata thanë: pasi i vendosëm trupat e bekuar të dyve profetëve në arkovole, i dërguam me automjete funerare drejt vendit të tyre të ri të pushimit. Për të arritur atje, duhet të kalonim në përqendër qytetit. 2 automjete funerare kaluan në rrugë. Kjo normalisht është një pamje e ditshme, por ne pam se të gjithë njerëzit përgjatë rrugës, në trotuar, në dyqane, kudo, pa pritmas, u ngritën drejt, sikur me respekt. Ata qëndruan në heshtje me ndërsa automjetet funerare kalonin.
Çfarë është çuditshme, është se asnjë nga njerëzit nuk dinte kush ishte brenda arkovoleve. Dietarët tanë islamik e shpjeguan këtë si një nga mrekullitë e atyre profetëve. Përveç 6 anëtarëve të betuar të komitetit, ishte edhe 3 punëtorë që hapën varret. Kështu, në shekullin 20, vetëm këta 9 njerëz u dhanë deri të shohin trupat e profetëve me sytë e tyre. Pas transferimit, vendi i ri i pushimit të profetëve u bë kodra Nebi Harun, në rrethin Ail të Diyarbakirit. Varrezat e tyre sot janë pas një mbulese xhami. Ndonjëherë dera hapet, duke lejuar vizitorët të afrohen dhe madje të prekin varrezat. Gjatë atyre momenteve, mund të ndihet një aromë e veçantë shpirtërore, ndryshe nga çdo gjë tjetër kudo gjetiu. Raportohet se këta 2 profet ishin Iliasi a.s. dhe Eliasa a.s. Thuhet se njëri prej tyre do të qëndrojë në anën e djathtë të Dexhalit dhe tjetri në të majtën. Dexhali do t'u thotë njerëzve rreth tij: "A nuk jam Zoti juaj? A nuk jam ai që ju jep jetën?" Turma do ta dëgjojë këtë, por pastaj njëri nga engjëj që qëndron pranë tij do të thotë: "Ti je gënjeshtar." Engjëlli tjetër do ta dëgjojë këtë, por njerëzit nuk do ta bëjnë. Pastaj një engjëll tjetër pranë Dexhalit do të thotë: "Ti je duke thënë të vërtetën." Por si provë, njerëzit do ta dëgjojnë vetëm këtë engjëll të fundit dhe do të mendojnë se ai po konfirmon Dexhalin, edhe pse nuk është kështu. Në literaturën islamike, dietarët kanë debatuar nëse Iliasi a.s. është ende gjallë. Emri i tij përmendet në 2 vende në Kur'an. Ai është nga linja familjare e Harunit a.s. Kur'ani thotë: "Sigurisht që Iliasi ishte një nga të dërguarit. Ne e vendosëm atë ndër të drejtët." Sufjan. Iliasi a.s. u smur gjatë kohës së mbretit Joash të Izraelit dhe ndëroi jetë. Kur Iliasi a.s. u plak, kërkoi një pasardhës. Ai tha se pasardhësi i tij duhej të agjeronte gjatë ditës, të falej natën dhe të mos zemërohej në situata të ndryshme. Një i ri doli përpara dhe i plotsoi këto kushte pa rënë në pëshpërimat e shejtanit apo pa humbur durimin. Për këtë arsye, ai u dha emri Zulkifl. Pasi gjeti një pasardhës, Elia a.s. ndërroi jetë. Sot varreza e tij është e hapur për vizitorët. Gjatë misionit të tij, Elia a.s. gjithmonë mbajti besim të fortë dhe durim, duke udhëhequr popullin e tij drejt rrugës së drejtë. Jeta e tij tregon fuqinë e besimit të vërtetë dhe sa efektive mund të jetë predikimi i sinqertë. Shembulli i Elia a.s. mbetet një burim i dritës për të gjithë besimtarët. Emri i Elia a.s. përmendet në Kur'an në 2 vende. Emri i tij gjithashtu përmendet bashkë me Ismailin a.s. pas lavdërimit të Nuhit, Ibrahimit, Lutit, Ishakut, Jakubit, Jusufit, Ejubit, Musait, Harunit, Davudit, Sulamanit, Iliasit, Zakaris, Jahjas dhe Isait, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Kurani gjithashtu përmend Ismailin, Ilian dhe Zulkiflin. Këta të gjithë ishin njerëz të drejtë. Urdhri kujtoje në ajet na kujton përpjekjen e madhe, durimin, flijimin dhe luftën që dhanë këta profet për përhapjen e fesë së Allahut. Allahu gjithashtu thotë: "Ne u dhohoqëm Ismailin, Ilian, Yunusin dhe Lutin. Ne i dham secilit prej tyre nder të madh mbi të gjithë njerëzit. Ne i zgjodhëm, i u dhohoqëm drejt rrugës së drejtë dhe ju dham atyre shkrime, urtësi dhe profetësi. Nëse ata do të kishin bashkuar ortak me Allahun, e gjithë ajo që kishin bërë do të ishte e humbur." Jetat e Iliasit dhe Eliasit, paqja qoftë mbi ta, janë ndër shembujt më të mirë të durimit, luftës për hir të Allahut dhe nënshtrimit të plot ndaj tij. Edhe pse populli i tyre i refuzoi dhe i dëmtuan, ata nuk e braktisën kur besimin e tyre dhe nuk e harruan kur Zotin e tyre. Ata e mbrojtën të vërtetën pa frikë, i thirrën njerëzit drejt rrugës së drejtë dhe ndoqën drejtësinë. Por siç do ka ndodhur gjatë gjithë historisë, shumë njerëz ndonjëherë refuzojnë të shohin të vërtetën. Vërtetën ose i kthejnë shpinën asaj. Megjithatë, Iliasi a.s. nuk u tërhoq kur nga lufta e tij. Kur u afrua koha e vdekjes, Iliasi a.s. i tha engjëllit të vdekjes se ai nuk kishte frikë të vdiste,
por ishte i trishtuar, sepse mundësia e tij për të adhuruar më shumë në këtë botë do të mbaronte. Kjo histori është një kujtesë e madhe se çdo sekondë e kësaj jete është e çmuar dhe se adhurimi është i rëndësisë më të lartë. Historia e tij na mëson se, pavarësisht sa e vështirë është situata, të gjithë ne do ta shijojmë vdekjen dhe në kohëra të vështirësisë, strehimi më i sigurt është gjithmonë Allahu. Junaid el-Baghdadi tha: "Një ditë në këtë botë është më e mirë se 1000 vjet në botën tjetër, sepse fitimi dhe humbja i përkasin kësaj bote. Në botën tjetër nuk ka më fitim apo humbje." Gjithashtu transmetohet se, pasi një njeri i devotshëm ndroi jetë, dikush pa Bahaudin Makshbandin në ëndër dhe e pyeti: "Çfarë duhet të bëjmë për shpëtimin e përjetshëm?" Ai u përgjigj: "Ji i zënë në frymën e fundit me atë me çfarë duhet të jesh i zënë. Nëse vonon ta shfrytëzosh jetën tënde, do të vinë më shumë pengesa." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na paralajmëroi me një hadith: "Përfiton nga 5 gjëra para 5 të tjerave. Rinia jote para pleqërisë sate, shëndeti yt para sëmundjes sate, pasuria jote para varfërisë sate, koha jote e lirë para kohës sate të zënë dhe jeta jote para vdekjes sate." Edhe sot ekzistojnë mësime të mëdha për të marrë nga jeta e tij, për të vlerësuar drejtësinë, ndershmërinë dhe qëndrimin e fortë me besim, pa lejuar dëshirat e kësaj bote dhe kënaqësitë e përkohshme të mbulojnë të vërtetën. Ilyasi alayhis salam na mësoi durimin, luftën dhe forcën e patundur të besimit. Si ai, në çdo kohë ne duhet të qëndrojmë pranë të vërtetës, të mbrojmë drejtësinë dhe të mos e humbasim kurrë besimin ton.